Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, trupi juaj poloshon rreth 100 watt energji termike. Jeni një furrë biologjike që digjet në 87 gradë Celsius. Por ja çudia që shkencëtarët nuk duan ta pranojnë menjëherë. Nëse do të hiqnit çdo molekul ajri nga dhoma ku gjendeni, temperatura e trupit tuaj nuk do të ndryshonte as pak për orë të tëra. Ju do të vazhdoni të digjeni në të njëjtën temperaturë, por tani në vakum absolut. Si është e mundur kjo? Si mund të ekzistojë nxehtësia pa asgjë që ta mbajë atë? Kjo pyetje e thjesht fsheh një nga paradokset më të thella të fizikës. Albert Einstein e kuptoi këtë në vitin 1905 kur shkroi ekuacione që do të shkatërronin intuitën tonë për realitetin. Por edhe ai nuk e imagjinoi plotësisht se sa e çuditshme është vërtet bota jonë. Sepse ja çfarë ndodh në të vërtetë. Dielli, një sferë plazme që digjet në 15 milion gradë Celsius në bërtham, qëndron në mes të një oqeani që është -270 gradë. Hapësira kozmike, e cila na rrethon nga të gjitha anët, është pothuajse në zero absolut. Vetëm 3 gradë mbi temperaturën më të ulët të mundshme në univers. Si mund dielli të jetë kaq i nxehtë kur lundron në një detar kaq të ftohtë? Pse nuk fiket menjëherë? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të thotë në të vërtetë temperatura kur nuk ka asgjë që ta matë atë? Për të kuptuar këtë paradoks, duhet të shkojmë në vitin 1878 në Universitetin e Vjenës. Atje, një fizikan austriak me emrin Ludwig Boltzmann po luftonte me një ide që do ta çonte në depresion dhe më në fund në vetvrasje. Ai po përpiqej të kuptonte se çfarë është në të vërtetë temperatura. Jo si një numër në termometër, por si një realitet fizik fundamental. Dhe ajo që zbuloi e tronditi aq shumë sa kolegët e tij refuzuan ta besonin për dekada. Boltzmann kuptoi se temperatura nuk është një gjë, është një statistik. Një mesatare e lëvizjes së triliona grimcave të vogla. Kur thoni se dhoma juaj është 20 gradë Celsius, në të vërtet po thoni se molekulat e ajrit po lëvizin me një shpejtësi mesatare prej rreth 500 metrash në sekond. Po godasin njëra tjetrën, po godasin muret, po godasin lëkurën tuaj. Dhe është kjo goditje, ky bombardim i pafund i grimcave të padukshme që ju e perceptoni si ngjehtësi. Por tani vjen pjesa që thyen logjikën. Në hapësirë nuk ka grimca, ose më saktë, ka aq pak sa janë pothuajse të papërfillshme. Në 1 metër kub hapësire ndryjore ka mesatarisht 1 atom, 1. Në krahasim, 1 metër kub ajri në dhomën tuaj përmban rreth 25 trilion molekula. Pra hapësira nuk është e ftohtë në mënyrën që ne e kuptojmë ftohtësinë. Ajo thjesht nuk ka temperaturë në kuptimin klasik. Imagjinoni se jeni në një dhomë plot me njerëz që vrapojnë. Secili ju godet vazhdimisht. Ju e ndjeni energjinë e tyre, shpejtësinë e tyre, forcën e tyre. Kjo është ajri i nxehtë. Tani imagjinoni se të gjithë njerëzit zhduken. Dhoma është bosh. A është e ftohtë? Jo. Ajo thjesht është bosh. Nuk ka asgjë që t'ju godas, asgjë që t'ju transferojë energji. Kjo është hapësira. Por dielli vazhdon të digjet, 15 milion gradë në qendër, 6000 gradë në sipërfaqe, dhe çdo sekond ai po zhduron 4 milion ton materie në energji të pastër, në dritë, në rrezatim. Dhe këtu qëndron sekreti që zgjidh paradoksin ton. Dielli nuk po ngroh hapësirën, ai po e ka përcen atë. Në vitin 1879, Josef Stefan, një koleg i Boltzmannit në Vjenë, zbuloi një ligj që do të ndryshonte gjithçka. Ai tregoi se çdo objekt i nxehtë nuk transferon nxehtësinë vetëm përmes kontaktit. Ai e rrezaton atë. E lëshon si valë elektromagnetike që udhëton përmes vakumit me shpejtësinë e dritës. Nuk i nevojitet asnjë medium, nuk i nevojiten grimca, vetëm hapësirë bosh. Kjo është arsyeja pse ju mund të ndjeni nxehtësinë e një zjarri edhe kur qëndroni larg tij. Nuk është ajri që po ju ngroh. Është rrezatimi infra i kuq që po godet lëkurën tuaj drejt për drejt. Valë të padukshme që udhëtojnë përmes ajrit si të ishte transparent, dhe e njëjta gjë ndodh me dielin. Ai po dërgon rrezatim në të gjitha drejtimet. Dritë të dukshme, infra të kuqe, ultraviolet, rreze X. Një oqean energjie që përshkon vakumin kozmik pa u ngadalsuar asnjëherë. Kur ky rrezatim godet tokën, ai nuk po ngroh hapësirën që kalon,
Ai po udhëton përmes saj si të ishte e padukshme. Vetëm kur godet diçka solide, diçka me grinca, diçka me mas, ai shtërohet përsëri në nxehtësi. Atmosfera jon thith disa prej këtyre valve. Oqeanet thithin më shumë. Toka, pemët, ndërtesat, trupi juaj, të gjitha thithin rrezatimin diellor dhe zhderojnë atë në lëvizje molekulare, në temperaturë. Por ja çudia që askush nuk e pret. Toka vet është një diell i vogël. Jo në kuptimin që po kryen fuzion bërthamor, por në kuptimin që po rrezaton energji në hapësirë. Çdo natë, kur dielli perëndon, planeti ynë po humb nxehtësinë e ditës duke e rrezatuar atë në vakumin kozmik. Nëse nuk do të kishte diell që ta ringrohte çdo mëngjes, toka do të ftohej në minus 270 gradë brenda disa javësh. Do të bëhej një top i ngrirë që lundron në errësirë. Kjo është arsyeja pse hëna, e cila nuk ka atmosferë që të mbajë nxehtësinë, luhatet midis plus 120 gradëve në dritën e diellit dhe minus 170 gradëve në hije. Asnjë ajër që të shpërndajë nxehtësinë, asnjë oqean që ta ruajë atë. Vetëm rrezatim që vjen dhe shkon duke lënë sipërfaqen të luhat midis ekstremeve. Por tani vjen pyetja që shkencëtarët e shekullit të 19 nuk mund ta shpjegojnë. Nëse hapësira është bosh, si udhton drita përmes saj? Çfarë po lëkundet? Çfarë po bart vallën? Kur një val oqeani lëviz, është uji që po lëkundet. Kur një val tingulli udhton, është ajri që po dridhet. Por kur drita udhton përmes vakumit, çfarë po lëviz? Për të përgjigjur kësaj pyetje, fizikanët shpikën një substancë imagjinare të quajtur eter, një medium i padukshëm që mbushte gjithë hapësirën dhe lejonte dritën të udhtonte. Por në vitin 1887, dy shkencëtar amerikan, Albert Michelson dhe Edward Morley, kryen një eksperiment që shkatërroi këtë ide. Ata provuan të matin shpejtësinë e tokës përmes eterit, duke krahasuar shpejtësinë e dritës në drejtime të ndryshme, dhe zbuluan diçka të tmerrshme. Drita udhtonte me të njëjtën shpejtësi në të gjitha drejtimet. Eteri nuk ekzistonte. Kjo ishte kriza që soli Einstein në skenë. Në vitin 1905, ai propozoi diçka kaq radikale sa edhe sot tingëllon e çmendur. Drita nuk ka nevojë për një medium. Ajo është vetë një fenomen fundamental i realitetit. Një val që krijon hapësirën dhe kohën ndërsa udhëton. Dhe shpejtësia e saj, 300.000 km në sekond, nuk është thjesht një numër. Është limiti absolut i shkaksisë në univers. Asgjë nuk mund të udhëtojë më shpejt. Asnjë informacion, asnjë energji, asnjë ndikim. Kjo do të thotë se kur shikoni dielin, ju nuk po e shikoni atë siç është tani, po e shikoni siç ishte 8 minuta më parë. Sepse kaq kohë duhet dritës të udhëtojë 150 milion kilometra, nga sipërfaqja e diellit deri te sytë tuaj. Nëse dielli do të shuhet papritur, ju nuk do ta dini për 8 minuta. Do të vazhdoni të shihni një ill që në të vërtetë nuk ekziston më. Por ja paradoksi që bën të gjithë këtë edhe më të çuditshëm. Rrezatimi që po udhëton nga dielli nuk ka temperaturë. Fotoni, grimca e dritës, nuk është i nqeth apo i ftohtë. Ai thjesht bart energji. Vetëm kur ai godet diçka, fithet në një atom, kur energjia e tij shtërohet në lëvizje, vetëm atëherë krijohet temperatura. Nxehtësia nuk udhëton përmes hapësirës, ajo krijohet në destinacion. Mendoni për këtë. Rrezatimi që po ngroh fytyrën tuaj në këtë moment ka udhëtuar 8 minuta përmes një vakumi që është minus 270 gradë. Por ai nuk është ftohur, nuk ka humbur energji, sepse nuk ka asgjë që t'ia marrë ata. Vakumi është izolatori perfekt, më i miri në univers. Asgjë nuk mund të transferojë nxehtësi përmes tij, përmes konduksionit apo konveksionit. Vetëm rrezatimi mund ta kapërcejë atë. Kjo është arsyeja pse astronautët në hapësirë kanë një problem të çuditshëm. Ata nuk mund të ftohen lehtësisht. Trupi i tyre po prodhon nxehtësi vazhdimisht, por në vakum e vetmja mënyrë për ta humbur atë është përmes rrezatimit. Dhe rrezatimi është i ngadaltë. Prandaj, kostumet hapësinore kanë sisteme ftose të sofistikuara që qarkullojnë ujë të ftohtë përmes tubave për të thithur nxehtësinë e tepërt. Pa to, një astronaut do të mbingjehej brenda minutash, edhe në errësirën e hapësirës. Tani imagjinoni se sa e çuditshme është kjo. Ju mund të qëndroni në hije në hapësirë,
të rrethuar nga një vakum që është minus 270 grad dhe megjithatë të mbingjeheni nga nxehtësia e trupit tuaj. Sepse nuk ka ajër që ta marrë atë, nuk ka ujë që ta thith. Vetëm ju, duke rrezatuar nadal energjinë e errësirën e pafund. Por dielli nuk ka këtë problem. Ai po rrezaton energji me një shkallë që e tejkallon imagjinatën. Çdo sekond, sipërfaqja e tij po lëshon rreth 326 milion trilion watt energji. Shumica e kësaj energjie humbet në hapësirë, duke u dëtuar përgjithmonë përmes vakumit, duke mos goditur kurrë asgjë. Vetëm një pjesë e vogël, rreth 1,2 miliarda, godet tokën. Por edhe kjo pjesë e vogël është e mjaftueshme për të fuqizuar çdo formë jete në planetin ton. Dhe ja çudia finale që mbyll rretën. Ajo energji që po ngroh fytyrën tuaj nuk është krijuar dje apo javën e kaluar. Ajo u krijua në bërtamën e diellit rreth 100.000 vjet më parë. Sepse kaq kohë duhet një foton që të udhëtojë nga qendra e diellit, ku krijohet përmes fuzionit bërtamor, deri në sipërfaqe. Ai kthehet, thithet, rirrezatohet, kthehet përsëri, miliona herë, duke u përplasur me atome të dëndura plazme, duke ecur nadal drejt sipërfaqes. Dhe vetëm kur më në fund arrin në sipërfaqe, ai lirohet në hapësirë dhe udhëton 8 minuta deri te ju. Pra, drita që po lexoni me këto fjalë, filloi udhëtimin e saj kur njerëzit ende jetonin në shpella. Kur mamutët e ndeshin në tokë. Kur gjuhët që flisni sot, as nuk ishin shpikur ende. Dhe tani, pas 100.000 vjetësh të burgosur në diell dhe 8 minutash të fluturimit përmes vakumit, ajo po godet retinën tuaj, duke u shndërruar në impuls nervor, duke u bërë mendim. Por pse hapësira matet si minus 270 grad nëse ajo është bosh? Kush e vendosi këtë temperaturë? Dhe çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Përgjigja qëndron në një zbulim aksidental që ndodhi në vitin 1965 në laboratorët Bell në New Jersey. Dy inxhinier radio, Arno Penzias dhe Robert Wilson, po përpiqeshin të ndërtonin një antenë shumë të ndjeshme për të kapur sinjale nga satelitët. Por kishte një problem të vogël që I çmente, një zhurmë e vazhdueshme që vinte nga të gjitha drejtimet. Ata pastruan antenën, larguan foleja pëllumbash që kishin ndërtuar stre në brendësi, kontrolluan çdo lidhje elektrike. Por zhurma nuk zhdukte. Ajo ishte atje, konstante, e barabartë nga çdo pikë e qiellit, ditë e natë, verë e dimër. Një përshpëritje e butë që nuk ishte bulim të dukshëm. Ajo që ata nuk e dinin, ishte se kishin zbuluar temperaturën e vetë hapësirës, sepse ajo zhurmë nuk ishte defekt. Ishte rrezatimi I mbetur nga Big Bangu. Një dëshmi fosile e momentit kur universi lindi. Dhe temperatura e saj ishte saktësisht minus 270,15 grad Celsius. Vetëm 2,75 grad mbi zero absolut. Kjo është temperatura që ne e quajmë temperatura e hapësirës. Por kjo është një keqkuptim fundamental. Hapësira vetë nuk ka temperaturë. Ajo që ka temperaturë është rrezatimi që mbush atë. Një oqean I padukshëm fotonësh që mbeten nga shpërthimi fijestar I krijimit. Dhe këtu qëndron sekreti që lidh gjithçka. Çdo pikë e hapësirës po lëshon rrezatim. Jo sepse është e ngjethë, por sepse ekziston. Në vitin 1890, Max Planck, një fizikan gjerman që po luftonte me një problem që askush nuk mund ta zgjidhte, zbuloi një ligj që do të shkatërronte fizikën klasike. Ai tregoi se çdo objekt që ka temperaturë mbi zero absolut po rrezaton energji. Jo vetëm objektet e nxehta, çdo gjë. Trupi juaj po rrezaton infra të kuqe. Muret e domës suaj po rrezatojnë. Edhe një top akulli po rrezaton, megjithse shumë dobët. Sa më I nxehtë objekti, aq më shumë energji rrezaton, dhe aq më të shkurtra janë valët që lëshon. Kjo është arsyeja pse hekuri I nxehtë shkëlqen I kuq, pastaj portokalli, pastaj I bardhë, ndërsa nxehet. Ngjyra po ndryshon sepse gjatësia e valës së rrezatimit po shkurtohet. Por ja çudia që Planck zbuloi, dhe që e tronditi aq shumë sa ai vetë nuk e besonte. Energjia nuk rrjedh në mënyrë të vazhdueshme. Ajo vjen në paketa të vogla, në kuanta, në copëza të padukshme që nuk mund të ndahen më tej. Një foton
Nuk është një valë e vazhdueshme. Është një impuls i vetëm energjie që ekziston ose nuk ekziston. Asgjë në mes. Kjo ide ishte aq radikale sa vetë Planck e quajti një akt dëshpërimi. Por ajo funksiononte. Ekuacionet e tij përshkruanin saktësisht se si objektet rrezatojnë energji në të gjitha temperaturat. Dhe kur shkencëtarët aplikuan këto ekuacione në rrezatimin kozmik që Penzias dhe Wilson kishin zbuluar, ata gjetën diçka mahnitëse. Universi po sillet saktësisht si një objekt që ka temperaturë prej -270,15 gradë. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Si mund hapësira bosh të ketë temperaturë? Përgjigjja është se hapësira nuk është vërtet bosh. Ajo është e mbushur me rrezatim. Fotone që u krijuan në 300.000 vjet pas Big Bangut, kur universi u ftoh mjaftueshëm që atomet e para të formoheshin, para atij momenti, universi ishte aq i nshet sa elektronet nuk mund të qëndronin të lidhur me protonet. Ishte një plazmë dendur ku drita nuk mund të udhëtonte lirshëm. Por kur temperatura ra në 3000 gradë, elektronet u kapën nga protonet, atomet u formuan dhe për herë të parë drita u lirua. Ajo filloi të udhëtojë përmes hapësirës dhe ka udhëtuar që atëherë. Por ja çudia që askush nuk e pret. Ajo dritë ka ndryshuar. Kur u lirua, ajo kishte një temperaturë prej 3000 gradë. Ishte dritë e dukshme, portokalli dhe e kuqe, si një perëndim dielli që mbulonte gjithë universin. Por ndërsa universi u zgjerua, valët u shtrirën, u bën më të gjata, energjia e tyre u hollua. Dhe sot, pas 14 vjetësh zgjerimi, ato valë janë bërë mikrovalë. Të padukshme për syrin njerëzor, dhe temperatura e tyre është rënë në vetëm 2,75 gradë mbi zero absolut. Kjo është temperatura që ne matim kur themi se hapësira është -270 gradë. Nuk është temperatura e vakumit, është temperatura e rrezatimit që mbush atë. Tani imagjinoni se sa e çuditshme është kjo. Çdo centimetër kub i hapësirës përmban rreth 410 fotone nga Big Bangu. Ju nuk mund t'i shihni, nuk mund t'i ndjeni, por ato janë atje, duke kaluar përmes trupit tuaj, përmes mureve, përmes tokës, duke udhëtuar që nga fillimi i kohës. Dhe nëse do të kishit një antenë mjaft të ndjeshme, si ajo e Penzias dhe Wilson, ju do të mund t'i dëgjoni. Një përshpëritje e butë që vjen nga çdo drejtim, një jehon e momentit kur universi lindi. Por ja paradoksi që bën gjithë këtë edhe më të thellë. Ky rrezatim nuk është plotësisht uniform. Ka luhatje të vogla, ndryshime në temperaturë prej vetëm 1/100.000 gradë. Dhe këto luhatje janë farate gjithçkaje që ekziston sot. Galaktikat, yjet, planetet, ju, të gjitha filluan si ndryshime të vogla në densitetin e rrezatimit kozmik. Zona pak më të dendura tërhoqën më shumë materie. Graviteti filloi të grumbullojë atome, dhe me kalimin e miliarda vjetëve, ato grumbullime u bën yje, galaktika, struktura gjigante që shtrihen në qindra milion vite drite. Pra kur shikoni qiellin në natë, kur shihni rrugën e qumështit që shtrihet si një shirit i bardhë përmes errësirës, ju po shikoni rezultatin e atyre luhatjeve të vogla që ndodhen 14 miliard vjet më parë. Ju po shikoni historinë e shkruar në dritë. Por ja çudia që shkencëtarët e shekullit të 20 nuk e pritnin, kur ata matën shpejtësinë me të cilën galaktikat po largohen nga ne, ata zbuluan se universi nuk po ngadalsohet. Ai po përshpejtohet. Diçka po e shtyn hapësirën të zgjerohet më shpejt e më shpejt, dhe askush nuk e di se çfarë është ajo diçka. E quajnë energji të errët, por kjo është vetëm një emër për ignorancën tonë. Nuk e dim se çfarë është, nuk e dim nga vjen, nuk e dim pse ekziston, por e dim se ajo përbën rreth 70% të gjithë energjisë në univers. Dhe ajo po e shkatëron intuitën tonë për realitetin. Sepse nëse universi po përshpejtohet, kjo do të thotë se në të ardhmen e largët, miliarda vjet nga tani, çdo galaktik përveç tonës do të jetë lëvizur aq larg sa drita e saj nuk do të na arrijë më kurrë. Qielli do të errësohet, yjet do të fiken një nga një, dhe nëse do të kishte dikush që të jetonte në atë kohë, ai do të shikonte në qiell dhe do të shihte vetëm errësirë. Asnjë provë se ekzistojnë galaktika të tjera, asnjë mënyrë për të ditur se universi është më i madh se ajo që mund të shihet, dhe ja pyetja që askush nuk guxon ta bëjë me zë të lartë.
A jemi ne tashmë në atë situatë? A ka galaktika që janë gëvizur tashmë aq larg sa drita e tyre nuk do të na arrijë kurrë? Apo shikojmë një univers që është vetëm një pjesë e vogël e realitetit të vërtet? Përgjigjja është po. Ka rajone të hapësirës që po largohen nga ne më shpejt se shpejtësia e dritës. Jo sepse po lëvizin përmes hapësirës, por sepse vetë hapësira po zgjerohet. Dhe drita që lëshohet nga ato rajone nuk do të na arrijë kurrë. Ajo po udhton drejt nesh, por hapësira po krijohet më shpejt se sa ajo mund të udhtojë. Është si të përpiqesh të ecësh përpara në një rrugë lëvizse që po lëviz prapa më shpejt se sa ti mund të ecësh. Kjo do të thotë se ka një horizont në univers, një kufi përtej të cilit asgjë nuk mund të shihet, asnjë informacion nuk mund të arrihet, asnjë shkak nuk mund të ndikojë. Dhe ky horizont po të kurret. Çdo ditë që kalon, më shumë galaktika po kalojnë përtej tij, duke u zhdukur përgjithmonë nga universi i dukshëm. Dhe nuk ka asgjë që ne mund të bëjmë për ta. Nuk ka teknologji që mund ta ndalojë këtë. Nuk ka mënyrë për të arritur ato galaktika, për të dërguar një mesazh, për të ditur ndonjëherë se çfarë ndodhi me to. Por tani vjen pjesa që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshme. Nëse universi po zgjerohet, kjo do të thotë se në të kaluarën ai ishte më i vogël. Dhe nëse shkoni mjaftueshëm prapa në kohë, arrini në një moment kur gjithë universi ishte i ngjeshur në një pikë të vetme, një singularitet ku të gjitha ligjet e fizikës tyjen, ku hapësira dhe koha nuk kanë kuptim, ku temperatura ishte e pafundme dhe dendësia ishte e pafundme. Dhe pastaj, për arsye që askush nuk i kupton, ajo pikë shpërtheu. Jo në hapësirë, por si hapësirë. Duke krijuar kohën ndërsa zgjerohej, duke krijuar materien ndërsa ftohej, duke krijuar ligjet e fizikës ndërsa evoluonte. Por ja pyetja që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Çfarë shkaktoi shpërthimin? Çfarë ekzistonte para tij? Dhe çfarë do të thotë para kur koha vetë u krijua në atë moment? Fizikanët kanë propozuar qindra teori. Disa thonë se universi ynë është vetëm një nga një numër i pafund universish që po lindin vazhdimisht nga vakumi kuantik. Të tjerë thonë se koha është ciklike, se universi po zgjerohet dhe po të kurret përgjithmonë, duke kaluar përmes një sekuence të pafundme Big Bangesh dhe Big Crunchesh. Të tjerë ende thonë se pyetja nuk ka kuptim, se të pyesësh se çfarë ishte para Big Bangut është si të pyesësh se çfarë është në veri të polit verior. Por ja çudia që i bashkon të gjitha këto teori. Të gjitha bazohen në një supozim fundamental që askush nuk mund ta provojë. Supozimi se ligjet e fizikës janë të njëjta kudo dhe përgjithmonë. Se ekuacionet që ne zbulojmë në laboratorët tanë në tokë aplikohen edhe në galaktikat e largëta, edhe në momentet e para të Big Bangut, edhe në brendësi të vrimave të zeza. Por çfarë nëse ky supozim është i gabuar? Çfarë nëse ligjet e fizikës ndryshojnë me kohën? Çfarë nëse ato janë të ndryshme në pjesë të ndryshme të universit? Në vitin 1999, një ekip shkencëtarësh australian zbuloi diçka që i tronditi. Kur ata matën dritën nga kuazar shumë të largët, ata gjetën prova se një nga konstantet fundamentale të fizikës, konstanta e strukturës së Hall, mund të ketë qenë pak e ndryshme në të kaluarën e largët. Ndryshimi ishte i vogël, vetëm disa pjesë në 1 milion, por nëse ishte i vërtet, kjo do të thoshte se ligjet e fizikës nuk janë absolute. Ato evoluojnë. Ato ndryshojnë. Dhe nëse ato mund të ndryshojnë, atëherë gjithçka që ne mendojmë se e dim për universin, mund të jetë vetëm një pamje e përkohshme e një realiteti që po transformohet vazhdimisht. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Nëse ligjet e fizikës mund të ndryshojnë, atëherë pse ato janë saktësisht ato që duhen për të lejuar jetën të ekzistojë? Pse forca e gravitetit është saktësisht aq e fortë sa duhet për të lejuar yjet të formoheshen, por jo aq e fortë sa të bëjë universin të kurret menjëherë? Pse forca elektromagnetike është saktësisht aq e fortë sa duhet për të mbajtur atomet së bashku, por jo aq e fortë sa të bëjë të gjithë materien të shkrihet në një plazmë? Pse masa e elektronit është saktësisht ajo që duhet për të lejuar kimikatet komplekse të formoheshin? Nëse ndonjë nga këto konstante do të ishte edhe pak e ndryshme, universi do të ishte një vend shumë i ndryshëm. Nuk do të kishte yje. Nuk do të kishte planeta. Nuk do të kishte jetë. Vetëm një oqean i ftohtë hidrogjeni që shtrihet përgjithmonë, ose një zjarr i ngjethë plazme që digjet përgjithmonë,
ose një tkurje e shpejt në një singularitet. Dhe ja pyetja që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshme. A është kjo thjesht një rastësi e mahniqme, apo ka diçka më të thellë në punë? Disa fizikanë thonë se nuk është rastësi. Ata propozojnë se ekzistojnë një numër i pafund universish, secili me konstante të ndryshme fizike, dhe ne jetojmë në një nga ata të rrallë ku konstantet janë saktësisht ato që duhem për jetën, jo sepse universi u projektua për ne, por sepse ne nuk mund të ekzistonim në asnjë nga të tjerët. Kjo quhet parimi antropik, dhe ajo është njëkohësisht e thellë dhe e zhgënjyese. E thellë sepse sugjeron se universi ynë është vetëm një nga një numër i pafund mundësish. E zhgënjyese sepse nuk shpjegon asgjë. Ajo thjesht thot se gjërat janë siç janë, sepse nëse nuk do të ishin, ne nuk do të ishim këtu për të bërë pyetjen. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Nëse ekzistojnë një numër i pafund universish, atëherë çdo gjë që është fizikisht e mundur, po ndodh diku. Ka një univers ku ju nuk lindët kur. Ka një univers ku dinosaurët nuk u zhdukan kur. Ka një univers ku toka nuk u formua kur. Ka një univers ku ligjet e fizikës janë aq të ndryshme sa materia vetë nuk ekziston. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja nuk është pse universi ynë është siç është. Pyetja është pse ne jemi në këtë univers dhe jo në një tjetër. Por tani vjen pjesa që e lidh gjithë këtë me paradoksin ton fijestar. Nëse dieli është 15 milion grad dhe hapësira është minus 270 grad, atëherë çfarë ndodh në kufirin midis tyre? Çfarë ndodh në sipërfaqen e dielit ku plazma e nxehtë takon vakumin e ftohtë? Përgjigja është se nuk ka kufi. Nuk ka një linë të mprehtë ku nxehtësia ndalon dhe ftohja fillon. Në vend të kësaj, ka një tranzicion gradual. Një rajon ku densiteti i grimcave bie nga triliona për centimetër kub në pothuajse 0. Dhe në atë rajon, temperatura humbet kuptimin e saj. Sepse temperatura, siç e kuptoi Boltzmann, është një statistik, një mesatare e energjisë së grimkave. Por çfarë do të thotë mesatare kur ka vetëm disa grimca? Çfarë do të thotë temperatura kur nuk ka mjaftueshëm grimca për të krijuar një shpërndarje statistikore? Në sipërfaqen e dielit, ku ka triliona grimca për centimetër kub, temperatura ka kuptim. Në hapësirë ndërjore, ku ka vetëm një grimc për metër kub, temperatura është pothuajse pa kuptim. Dhe në vakumin e vërtet, ku nuk ka grimca fare, temperatura nuk ekziston fare. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshëm. Edhe vakumi nuk është vërtet bosh. Sipas mekanikës kuantike, çdo pikë hapësirës po vallëzon me energji. Grimca virtuale po shfaqen dhe po zhduken vazhdimisht, duke ekzistuar për një copë të vogël të 1 sekonde para se ta anulojnë njëra tjetrën. Dhe kjo energji, e quajtur energjia e vakumit, mund të jetë burimi i energjisë së errët që po përshpejton zgjerimin e universit. Nëse kjo është e vërtet, atëherë edhe hapësira bosh ka një lloj temperature. Jo temperatura e grimkave, por temperatura e vet vakumit. Një vallëzim kuantik që nuk pushon kurrë, edhe në zero absolut. Dhe ja çudia finale që mbull rrethën. Nëse vakumi ka energji, atëherë ai ka mas. Dhe nëse ai ka mas, atëherë ai ka gravitet. Dhe nëse ai ka gravitet, atëherë ai po përkul hapësirën dhe kohën. Kjo do të thotë se çdo pikë e hapësirës bosh po ndikon në çdo pikë tjetër, duke krijuar një rrjet të ndërlikuar shkakësh dhe pasojash që shtrihet në gjithë universin. Ju nuk jeni të izoluar, ju nuk jeni të ndarë nga bota. Ju jeni një pjesë e një tërësie që përfshin gjithçka që ekziston. Dhe çdo veprim që bëni, çdo mendim që keni, çdo frymëmarrje që merrni, po dërgon val përmes këtij rrjeti, duke ndikuar në gjithçka tjetër në mënyra që nuk mund t'i imagjinoni kurrë. Kjo është arsyeja pse paradoksi i dielit dhe hapësirës nuk është vetëm një kuriozitet shkencor. Është një dritare në natyrën e vetë realitetit. Një kujtesë se bota nuk është siç duket. Se temperatura nuk është ajo që mendoni, se hapësira nuk është bosh, se koha nuk është absolute, se shkaku dhe pasoja nuk janë të thjeshta. Dhe se ju, një grumbu atomesh që mendojnë, jeni të lidhur me çdo gjë tjetër në mënyra që shkenca sapo po fillon t'i kuptojë. Por çfarë do të thotë kjo për të ardhmen? Çfarë do të thotë kjo për vendin tonë në univers?
Dhe çfarë do të thotë kjo për pyetjet që vazhdojmë të bëjmë? Në vitin 1925, një fizikan i ri austriak me emrin Wolfgang Pauli hyri në një laborator në Hamburg dhe pa diçka që e tronditi aq shumë sa ai e quajti atë momentin më të çuditshëm të karrierës së tij. Ai po shikonte rezultatet e një eksperimenti që matonte rrezatimin e atomeve të hidrogjenit, dhe shifrat nuk kishin kuptim. Sipas të gjitha ligjeve të fizikës klasike, atomi duhej të rrezatonte energji në një spektër të vazhdueshëm, por në vend të kësaj, ai po rrezatonte vetëm në vija të caktuara, në frekuenca specifike, si të ishte një instrument muzikor që mund të luante vetëm disa nota të caktuara. Pauli e dinte se kjo nuk ishte thjesht një anomali eksperimentale, kjo ishte një dritare në një realitet që nuk përputhej me asgjë që shkenca kishte parë më parë. Dhe ajo që ai zbuloi në vitet që pasuan, do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si ne e kuptojmë temperaturën, energjinë dhe vetë natyrën e realitetit. Por para se shkojmë atje, duhet të kthehemi te një pyetje që shumica e njerëzve e marrin si të myqen. Çfarë është në të vërtetë energjia? Jo si një koncept abstrakt, por si një realitet fizik. Kur thoni se dielli ka energji, çfarë po thoni në të vërtetë? Kur thoni se hapësira nuk ka energji, çfarë po thoni? Dhe pse kjo dalim është aq thelbësor për të kuptuar paradoksin ton? Në vitin 1850, një inxhinier skocez me emrin William Rankine propozoi një ide që tingëllonte e çmendur në atë kohë. Energjia nuk është një substancë, ajo është një aftësi. Aftësia për të bërë punë, për të lëvizur diçka, për të ndryshuar diçka, për të shkaktuar një efekt. Kjo do të thotë se energjia nuk ekziston në mënyrën që ekziston një karrige apo një shkëmbë. Ajo është një pronë e sistemeve fizike, jo një gjë në vetvete. Por ja çudia që e bën këtë edhe më të thellë. Energjia nuk mund të krijohet apo shkatërrohet. Ajo vetëm transformohet nga një formë në tjetrën. Kjo quhet ligji i parë i termodinamikës dhe është një nga ligjet më fundamentale të fizikës. Çdo gjë që ndodh në univers, nga djegja e diellit deri te mendimi juaj, është thjesht një transformim i energjisë nga një formë në tjetrën. Kur dielli po kryen fuzion bërthamor, ai po zhduron energjinë e masës në energji të rrezatimit. Kur ky rrezatim godet lëkurën tuaj, ai po zhdurohet në energji kinetike të molekulave. Kur ju mendoni, truri juaj po zhduron energjinë kimike të glukozës në impuls elektrik. Asnjë energji nuk krijohet, asnjë energji nuk humbet. Ajo vetëm rrjedh nga një formë në tjetrën, si uji që rrjedh nga një liçen në tjetrin. Por tani vjen pjesa që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshme. Nuk të gjitha format e energjisë janë të barabarta. Disa forma janë më të dobishme se të tjerat, më të organizuara, më të afta për të bërë punë. Dhe kjo dallim është ajo që e bën universin të funksionojë. Energjia e diellit është shumë e organizuar. Ajo është e përqendruar në fotone me frekuencë të lartë që mund të kryejnë punë të dobishme. Ato mund të nxehin ujin, mund të ndajnë molekulat, mund të fuqizojnë fotosintezën, mund të krijojnë jetë. Por kur kjo energji përdoret, ajo nuk zhduket, ajo thjesht shpërndahet. Bëhet më pak e organizuar, më pak e dobishme, më e shpërndar. Kjo quhet entropi, dhe është një nga konceptet më të thella dhe më të frikshme në të gjithë fizikën. Entropia është një masë e çrregullimit, e rastësisë, e shpërndarjes. Dhe ligji i dytë i termodinamikës thotë se entropia e një sistemi të izoluar gjithmonë rritet, gjithmonë, pa përjashtim. Kjo është arsyeja pse koha ka një drejtim, pse nuk mund të ktheheni në të kaluaren, pse gjithçka në univers po lëviz nga rregull drejt çrregullimit, nga organizim drejt kaosit, nga jetë drejt vdekjes. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Nëse entropia gjithmonë rritet, atëherë pse universi nuk është tashmë në gjendje të entropisë maksimale? Pse ka ende gjë që po digjen? Pse ka ende galaktika që po formohen? Pse ka ende jetë që po evoluon? Nëse ligji i dytë i termodinamikës është i vërtet, atëherë universi duhet të kishte arritur ekuilibrin termik për një kohë të pafundme më parë. Të gjitha temperaturat duhet të ishin barazuar, të gjitha energjitë duhet të ishin shpërndar. Asgjë nuk duhet të ndodhte më. Përgjigjja qëndron në një fakt që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Universi nuk është një sistem i izoluar. Ai po zgjerohet. Dhe kjo zgjerim po krijon hapësirë të re, volum të ri,
Mundësi të reja për energjinë të shpërndahet. Çdo sekond që kalon, universi po bëhet më i madh duke krijuar më shumë hapësirë për entropinë të rritet. Kjo është arsyeja pse yjet ende po digjen, pse galaktikat ende po formohen, pse jeta ende po evoluon. Sepse universi po rritet më shpejt se sa entropia mund ta mbush atë. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të frikshme. Kjo nuk mund të vazhdojë përgjithmonë. Në një moment, zgjerimi do të ngadalsohet, ose do të ndalojë, ose do të përshpejtohet aq shumë sa asgjë nuk do të mund të qëndrojë së bashku. Dhe kur kjo ndodh, entropia do të fitojë. Universi do të arrijë ekuilibrin termik. Të gjitha yjet do të shuhen, të gjitha vrimat e zeza do të avullojnë, të gjitha grincat do të shpërndahen aq larg sa nuk do të ndërveprojnë kurrë më. Dhe universi do të bëhet një oqean i ftohtë, i errët, i vdekur, që shtrihet përgjithmonë në të gjitha drejtimet. Një gjendje e quajtur vdekja termike. Por tani vjen pyetja që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Nëse kjo është fati i pashmangshëm i universit, atëherë pse ne ekzistojmë tani? Pse nuk jemi tashmë në gjendje të vdekjes termike? Dhe çfarë do të thotë kjo për natyrën e kohës? Në vitin 1898, Boltzmann propozoi një ide që tingëllonte e çmendur. Koha nuk është absolute. Ajo është një iluzion i krijuar nga rritja e entropise. Ne perceptojmë kohën si të rrjedhë nga e kaluara drejt së ardhmes, sepse entropia po rritet. Por në një univers ku entropia nuk ndryshon, koha nuk do të kishte kuptim. Nuk do të kishte para dhe pas. Nuk do të kishte shkak dhe pasojë. Vetëm një tani i përjetshëm ku asgjë nuk ndodh kurrë. Kjo ide ishte aq radikale sa edhe sot shkencëtarët po debatojnë për të. Por ajo shpjegon diçka të thellë. Pse ne kujtojmë të kaluarën, por jo të ardhmen? Pse ne mund të ndikojmë në të ardhmen, por jo në të kaluarën? Pse shkaku gjithmonë vjen para pasojës? Sepse të gjitha këto janë pasoja të drejtimit të entropise, të drejtimit nga rregull drejt çrregullimit, nga e njohura drejt të panjohurës, nga jeta drejt vdekjes. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshëm. Nëse koha është një iluzion i krijuar nga entropia, atëherë çfarë ndodh në vende ku entropia nuk rritet? Çfarë ndodh në brendësitë e një vrime të zezë ku ligjet e fizikës tyhen? Çfarë ndodh në momentin e Big Bangut ku entropia ishte në minimumin e saj absolut? A ndalon koha? A kthehet prapa? Apo bëhet diçka krejt tjetër që ne nuk mund ta imagjinojmë? Askush nuk e di. Por ja çudia që e lidh gjithë këtë me paradoksin ton filjestar. Temperatura është një masë entropise. Sa më e lartë temperatura, aq më e madhe entropia. Sa më e ulët temperatura, aq më e vogël entropia. Dhe në zero absolut, minus 275 gradë Celsius, entropia arrin minimumin e saj. Të gjitha grimcat ndalojnë së lëvizuri, të gjitha valzimet pushojnë. Koha vetë ngadalsohet deri në një ndalim. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Zero absolut nuk mund të arrihet kurrë. Sipas mekanikës kuantike, edhe në temperaturën më të ulët të mundshme, grimcat ende po valzojnë, ende po lvizin, ende po ndërveprojnë. Sepse nëse ato do të ndalonin plotësisht, ne do të dinim saktësisht ku janë dhe sa shpejt po lvizin. Dhe kjo do të shkel parimin e pasigurisë së Heisenbergut, një nga ligjet më fundamentale të mekanikës kuantike. Kjo do të thotë se edhe në temperaturën më të ulët të mundshme, universi ende po valzon me energji, ende po ndryshon, ende po evoluon. Asnjëherë nuk ka një ndalim të vërtet, asnjëherë nuk ka një qetësi absolute. Vetëm një valzim i përjetshëm që nuk pushon kurrë, edhe kur gjithçka tjetër ka vdekur. Por tani vjen pjesa që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshme. Nëse zero absolut nuk mund të arrihet, atëherë çfarë do të thotë kur themi se hapësira është minus 270 gradë? A është kjo një temperaturë e vërtet? Apo është thjesht një mënyrë për të thënë se hapësira është pothuajse bosh? Përgjigja qëndron në një dalim që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Ka dy lloje temperaturash. Temperatura kinetike, që mat lëvizjen e grincave, dhe temperatura e rrezatimit, që mat energjinë e fotoneve. Në hapësirë, temperatura kinetike është pothuajse zero, sepse ka shumë pak grinca. Por temperatura e rrezatimit nuk është zero. Ajo është minus 270 gradë, ose 2,7 gradë mbi zero absolut.
Kjo është temperatura e rrezatimit kozmik të sfondit, një dritë e dobët që mbush gjithë universin dhe është mbetja e Big Bangut. Ky rrezatim u zbulua aksidentalisht në vitin 1965 nga dy inxhinier amerikan, Arno Penzias dhe Robert Wilson, që po përpiqeshin të ndërtonin një antenë radio në New Jersey. Ata vazhdimisht po kapnin një zhurmë të dobët që vinte nga të gjitha drejtimet. Fillimisht ata menduan se ishte një defekt në pajisje. Ata pastruan antenën, larguan foleja pëllumbash, kontrolluan të gjitha lidhjet, por zhurma nuk shkoi kurrë. Dhe kur ata më në fund e kuptuan se çfarë po dëgjonin, ata zbuluan një nga provat më të rëndësishme për Big Bangun. Ky rrezatim është një dritare në të kaluaren e largët të universit. Ai u krijua 380.000 vjet pas Big Bangut, kur universi u ftoh mjaftueshëm për të lejuar atomet të formoheshin për herë të parë. Para atij momenti, universi ishte një plazmë ngjehtë e papërshkueshme, ku fotone nuk mund të udhtonin lirshëm. Por kur atomet u formuan, fotone u liruan dhe filluan të udhtojnë përmes hapësirës. Dhe ato ende po udhtojnë sot, të zbehtë dhe të ftohta, duke mbajtur informacion për një kohë kur universi ishte shumë më i vogël, shumë më i ngjehtë dhe shumë më i thjeshtë. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Ky rrezatim nuk është uniform. Ai ka luhatje të vogla, ndryshime të vogla në temperaturë që janë vetëm disa pjesë në 100.000. Por këto luhatje janë farate gjithçkaje që ekziston sot. Ato janë rajonet ku densiteti ishte pak më i lartë, ku graviteti filloi të tërheqë materien së bashku, ku u formuan yjet e parë, galaktikat e para dhe më në fund ne. Nëse këto luhatje nuk do të ekzistonin, universi do të ishte plotësisht uniform, një oqean i përsosur hidrogjeni që shtrihet përgjithmonë pa asnjë strukturë, pa asnjë ndryshim, pa asnjë jetë. Por ato ekzistojnë. Dhe askush nuk e di pse. Askush nuk e di çfarë i shkaktoi ato. Askush nuk e di pse ato janë saktësisht aq të mëdha sa duhen për të krijuar universin që ne shohim sot. Disa fizikanë thonë se ato u krijuan nga luhatje kuantike në momentet e para të Big Bangut. Të tjerë thonë se ato janë prova e inflacionit, një periudhë zgjerimi eksponencial që ndodhi në një copë të vogël të 1 sekonde pas Big Bangut. Të tjerë ende thonë se ato janë shenja të një universi para Big Bangut, një cikel i mëparshëm që përfundoi në një tkurje dhe pastaj u rindez në zgjerimin që ne shohim sot. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshëm. Nëse inflacioni ndodhi, atëherë universi ynë i dukshëm është vetëm një pjesë e vogël e një realiteti shumë më të madh. Inflacioni nuk ndaloi kudo në të njëjtën kohë. Ai vazhdoi në disa rajone duke krijuar një numër të pafund universish me ligje të ndryshme fizike, me konstante të ndryshme, me histori të ndryshme. Dhe ne jemi në një nga ato rajone ku kushtet janë saktësisht ato që duhem për jetën të ekzistojë. Kjo quhet teoria e multiversit, dhe ajo është njëkohësisht e mahnitshme dhe e tmerrshme. E mahnitshme sepse sugjeron se realiteti është shumë më i madh dhe më i çuditshëm se sa ne mund ta imagjinojmë. E tmerrshme sepse do të thotë se ne nuk jemi special. Ne jemi thjesht një rast i rastësishëm në një oqean të pafund mundësish. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Nëse multiversi ekziston, atëherë çdo pyetje që ne bëjmë për universin ton mund të ketë një përgjigje të ndryshme në një univers tjetër. Pse dielli është 15 milion grad? Sepse në universin ton, konstantet e fizikës janë ato që janë. Por në një univers tjetër, dielli mund të jetë 100 milion grad, ose 1 milion grad, ose të mos ekzistojë fare. Pse hapësira është -270 grad? Sepse në universin ton, rrezatimi kozmik i sfondit ka këtë temperaturë, por në një univers tjetër, ai mund të jetë më i ngjehtë, ose më i ftohtë, ose të mos ekzistojë fare. Kjo do të thotë se paradoksi ynë filjestar nuk është një paradoks i realitetit, është një paradoks i perceptimit ton. Ne po përpiqemi të kuptojmë universin duke përdorur koncepte që evoluan në një mjedis shumë specifik, në një planet shumë specifik, në një univers shumë specifik. Por këto koncepte mund të mos aplikohen kudo. Ato mund të jenë vetëm një parafrim i një realiteti shumë më të thellë që ne sapo po fillojmë ta shohim. Por tani vjen pyetja që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Nëse konceptet tona janë vetëm parafrime, atëherë çfarë është realiteti i vërtet? Çfarë qëndron përtej temperaturës, përtej energjisë, përtej hapësirës dhe kohës? Çfarë është substanca fundamentale e universit?
Në vitin 1925, Pauli propozoi një ide që t'i nglonte e çmendur. Realiteti nuk është i bërë nga grimca. Ai është i bërë nga val. Val të probabilitetit që përcaktojnë ku një grimc mund të jetë, por jo ku ajo është në të vërtetë. Kjo do të thotë se para se të matni një grimc, ajo nuk ka një pozicion të caktuar. Ajo ekziston në një gjendje të quajtur superpozicion, ku ajo është në të gjitha vendet e mundshme në të njëjtën kohë. Vetëm kur e matni, valfunkcioni kolapson dhe grimca shfaqet në një vend specifik. Kjo ide ishte aq radikale sa edhe vet Pauli kishte vështirësi ta besonte, por eksperimentet e konfirmuan përsëri dhe përsëri. Grimcat vërtet sihen si val. Ato vërtet ekzistojnë në superpozicion. Ato vërtet kolapsojnë kur maten. Dhe askush nuk e di pse. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshëm. Nëse grimcat janë val, atëherë çfarë është duke valzuar? Çfarë është mediumi që bart këto val? Në shekullin e 19, fizikanët mendonin se ishte eteri, por eteri u provua se nuk ekziston. Pra çfarë mbetet? Përgjigja është se asgjë nuk po valzon. Valët janë vetë realiteti. Nuk ka një substancë që po valzon, ka vetëm valzimin. Kjo do të thotë se në nivelin më fundamental, universi nuk është i bërë nga gjëra. Ai është i bërë nga procese, nga ndryshime, nga transformime, nga marrëdhënie midis ngjarjeve që nuk kanë një substancë themelore. Kjo ide quhet interpretimi relacional i mekanikës kuantike dhe ajo është një nga idetë më të thella dhe më të çuditshme në të gjithë fizikën. Ajo thotë se realiteti nuk ekziston në mënyrë absolute. Ai ekziston vetëm në marrëdhënie me diçka tjetër. Një grimc nuk ka një pozicion derisa ajo ndërvepron me një grimc tjetër. Një foton nuk ka një energji derisa ai thithet nga një atom. Një univers nuk ka një gjendje derisa ai vëzhgohet nga një vëzhgues. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Nëse realiteti ekziston vetëm në marrëdhënie, atëherë çfarë ndodh kur nuk ka marrëdhënie? Çfarë ndodh në rajonet e universit që nuk kanë ndërvepruar kurrë me asgjë tjetër? A ekzistojnë ato? Apo janë ato thjesht mundësi që nuk janë realizuar ende? Askush nuk e di. Por ja çudia që e lidh gjithë këtë me paradoksin ton fiestar. Temperatura është një marrëdhënie. Ajo nuk ekziston në mënyrë absolute. Ajo ekziston vetëm kur grimcat ndërveprojnë me njëra tjetrën. Kjo është arsyeja pse dielli ka temperaturë, sepse grimcat e tij po ndërveprojnë vazhdimisht. Kjo është arsyeja pse hapësira nuk ka temperaturë, sepse nuk ka grimca që të ndërveprojnë. Por tani vjen pyetja që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Nëse temperatura është një marrëdhënie, atëherë çfarë ndodh kur ju matni temperaturën? Apo krijoni ju temperaturën duke e matur atë? Apo po zbuloni diçka që ekzistonte tashmë? Përgjigjja është se të dyja janë të vërteta. Ju po zbuloni një marrëdhënie që ekzistonte tashmë midis grimcave, por ju gjithashtu po krijoni një marrëdhënie të re midis jush dhe atyre grimcave. Dhe kjo marrëdhënie e re po ndryshon sistemin që ju po matni. Kjo quhet problemi i matjes në mekanikën kuantike dhe është një nga problemet më të thella dhe më të pasgjidhura në të gjithë fizikën. Disa fizikanë thonë se matja kolapson valfunksionin dhe krijon një realitet të caktuar nga një superpozicion i mundësive. Të tjerë thonë se matja thjesht zbulon një realitet që ekzistonte tashmë, por ne nuk mund ta shohim derisa të ndërveprojmë me të. Të tjerë ende thonë se matja krijon një degëzim të universit ku çdo rezultat i mundshëm ndodh në një degë të ndryshme të realitetit. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshëm. Nëse matja krijon realitetin, atëherë çfarë ndodh kur askush nuk po mat? A ekziston universi kur askush nuk po e vëzhgon? Apo është ai thjesht një oqean mundësish që nuk janë realizuar ende? Kjo pyetje tingëllon filozofike, por ajo ka pasoja të vërteta fizike. Në vitin 1928, një fizikan danez me emrin Niels Bohr propozoi se realiteti nuk ekziston në mënyrë të pavarur nga vëzhgimi. Ai ekziston vetëm kur matet. Kjo ide u quajt interpretimi i Kopenhagës dhe ajo u bë interpretimi dominant i mekanikës kuantike për dekada. Por jo të gjithë e pranuan atë. Einstein e urrente këtë ide. Ai e quajti atë absurde.
A I tha se hëna ekziston edhe kur askush nuk po e shikon. Por Bohr ju përgjigj se Einstein po bënte një supozim që nuk mund të provohej. Ai po supozonte se realiteti ekziston në mënyrë të pavarur nga vëzhgimi. Por mekanika kuantike tregon se kjo supozim mund të jetë e gabuar. Dhe ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Eksperimentet e fundit kanë treguar se Bohr kishte të drejtë. Në vitin 2011, një ekip shkencëtarësh në Austri kreu një eksperiment që tregoi se realiteti vërtet nuk ekziston në mënyrë të pavarur nga vëzhgimi. Ata matën grimca që ishin të ndërturura kuantikisht dhe zbuluan se grimcat nuk kishin një gjendje të caktuar derisa ato u matën. Para matjes, ato ekzistonin në një superpozicion të të gjitha gjendjeve të mundshme. Vetëm matja krijoi një realitet të caktuar. Kjo do të thotë se universi nuk është një makinë e paracaktuar që po zhvillohet sipas ligjeve të fiksuara. Ai është një proces I hapur që po krijohet vazhdimisht përmes ndërveprimeve. Çdo matje, çdo vëzhdim, çdo ndërveprim po krijon një copë të re të realitetit. Dhe ne, si vëzhgues, jemi pjesë e këtij procesi. Ne nuk jemi thjesht duke parë universin. Ne jemi duke e krijuar atë. Por tani vjen pyetja që e bën gjithë këtë edhe më të frikshme. Nëse ne jemi duke krijuar realitetin, atëherë çfarë përgjegjësi e kemi? Çfarë do të thotë kjo për zgjedhjet që bëjmë? Çfarë do të thotë kjo për të ardhmen që po krijojmë? Dhe ja çudia finale që mbyll rrethen. Paradoksi I diellit dhe hapësirës nuk është vetëm një pyetje për temperaturën. Është një pyetje për natyrën e realitetit, për marrëdhënien midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit, për kufirin midis subjektit dhe objektit, për misterin e ekzistencës vetë. Sepse në fund, çdo pyetje që ne bëjmë për universin është një pyetje për veten tonë. Çdo përgjigje që ne gjejmë është një pasqyrë mënyrës se si ne e perceptojmë realitetin, dhe çdo paradoks që ne hasim është një kujtesë se bota është shumë më e thellë, shumë më e çuditshme dhe shumë më e bukur se sa ne mund ta imagjinojmë kurrë. Por çfarë ndodh kur arrim në kufirin e kësaj bukurie? Çfarë ndodh kur ligjet që ne kemi zbuluar fillojnë të thihen? Çfarë ndodh kur matematika që përshkruan universin nuk funksionon më? Sepse ka vende në univers ku gjithçka që ne dim pushon së funksionuari. Vende ku temperatura nuk ka kuptim, ku hapësira dhe koha shkrihen në një singularitet, ku çdo ekuacion që ne kemi shkruar jep një përgjigje të pafundme ose zero. Dhe vendi më I afërt me ne ku kjo ndodh është saktësisht aty ku filloi paradoksia, në kufirin midis diellit dhe hapësirës. Imagjinoni se po qëndroni në sipërfaqen e diellit. Në këmbët tuaj, plazma po valzon me 6000 gradë. Grimcat po lvizin me shpejtësi të çmendura, po përplasen me njëra tjetrën miliona herë në sekond. Temperatura ka kuptim këtu. Ajo është një statistikë e qartë, e matshme, e parashikueshme. Tani bëni një hap përpara. Vetëm një hap. Ju jeni në atmosferën e jashtme të diellit, në një rajon të quajtur koron. Dhe papritur, gjithçka ndryshon. Temperatura nuk bie. Ajo rritet. Korona e diellit është 2 milion gradë. 400 herë më e nxehtë se sipërfaqja poshtë saj. Kjo nuk duhet të ndodhë. Nxehtësia duhet të rrjedhë nga rajonet e nxehta në ato të ftohta, jo anasjelltas. Por këtu, në kufirin midis diellit dhe hapësirës, ligjet e termodinamikës duket se janë të pezulluara. Për më shumë se 70 vjet, astrofizikanët kanë përpjekur të shpjegojnë këtë paradoks. Ata kanë propozuar qindra teori. Valë magnetike që nxejnë plazmën, rimbërthime magnetike që lëshojnë energji, valë akustike që udhtojnë nga brendësia e diellit, por asnjë nga këto teori nuk shpjegon plotësisht atë që ne vëzhgojmë. Dhe ja arsyeja. Ne po përpiqemi të aplikojmë ligje që u zhvilluan për sistemen e ekuilibër në një sistem që është shumë larg ekuilibrit. Korona e diellit nuk është një gaz I qetë që po qëndron në një temperaturë konstante. Ajo është një kaos I vunshëm I fushave magnetike që po shpërthejnë, plazmës që po shpërthen në hapësirë dhe grimcave që po përshpejtohen në energji të çmendura. Në këtë mjedis, koncepti I temperaturës fillon të humbas kuptimin, sepse temperatura, siç e kuptoi Boltzmann, është një mesatare. Por çfarë do të thotë mesatare kur disa grimca po lvizin me shpejtësi afër shpejtësisë së dritës, ndërsa të tjerat janë pothuajse të palvishme? Çfarë do të thotë ekuilibër kur sistemi po ndryshon çdo milisekond? Kjo është kufiri I parë I ligjeve tona, kufiri midis ekuilibrit dhe kaosit. Por ka një kufi edhe më I thellë.
Një vend ku jo vetëm temperatura, por vetë hapësira dhe koha pushojnë se ekzistuari në mënyrën që ne I kuptojmë. Në vitin 1776, Pierre Simon Laplace imagjinoi një objekt aq të dendur sa drita nuk mund të shpëtonte nga ai. Ai e quajti atë një ill I errët. Por ai nuk e kuptoi se sa radikale ishte kjo ide, sepse një objekt I tillë nuk do të ishte thjesht I errët. Ai do të ishte një vrim në vetë realitetin. Sot ne I quajmë këto objekte vrima të zeza. Dhe ato janë vendet më ekstreme në univers. Vende ku graviteti është aq I fortë sa ai përkul hapësirën dhe kohën në një lakore të pafundme. Vende ku çdo rrugë çon në qendër. Vende ku koha vetë ndalon. Nëse ju do të biheshit në një vrim të zezë, diçka e çuditshme do të ndodhte. Nga perspektiva juaj, ju do të arrini në horizontin e ngjarjeve, kufirin përtej të cilit asgjë nuk mund të shpëtojë në një kohë të fundme. Ju do të kalonit përmes tij dhe do të vazhdonit të biheshit drejt singularitetit në qendër. Por nga perspektiva e dikujt që po ju shikon nga jashtë, ju nuk do të arrini kurrë në horizont. Koha do të ngadalsohej për ju ndërsa afroheshit. Lëvizjet tuaja do të bëheshin gjithnjë më të ngadalta. Drita që reflektohet nga trupi juaj do të zhvendosej drejt të kuqes, duke u bërë gjithnjë më e dobët. Dhe më në fund, ju do të ngriheshit në vend, të ngrirë në kohë, duke u zbeht ngadalë në errësirë. Kush ka të drejtë? A arrini ju në horizont apo jo? Përgjigja është se të dyja janë të vërteta. Koha nuk është absolute. Ajo varet nga pozicioni juaj në fushën gravitacionale. Dhe në kufirin e një vrime të zezë, kjo relativitet bëhet aq ekstrem sa krijon një paradoks që nuk mund të zgjidhet brenda kornizës së relativitetit të përgjithshëm. Por paradoksi bëhet edhe më I thellë kur përpiqemi të aplikojmë mekanikën kuantike. Sipas relativitetit të përgjithshëm, asgjë që bie në një vrim të zezë nuk mund të dalë kurrë. Informacioni humbet përgjithmonë. Por sipas mekanikës kuantike, informacioni nuk mund të shkatërrohet kurrë. Ai mund të transformohet, mund të shpërndahet, por nuk mund të zhduket. Kjo quhet paradoksi I informacionit të vrimës së zezë, dhe ajo është një nga problemet më të thella në fizikën moderne. Ajo tregon se dy teoritë tona më të suksesshme, relativiteti I përgjithshëm dhe mekanika kuantike, janë në kundërshtim fundamental me njëra tjetrën. Në vitin 1974, Stephen Hawking zbudoi diçka që e bëri këtë paradoks edhe më të keq. Ai tregoi se vrimat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato rrezatojnë energji. Ato kanë temperaturë, por kjo temperaturë nuk vjen nga brendësia e vrimës së zezë. Ajo vjen nga vakumi kuantik jashtë horizontit të ngjarjeve. Grimcat virtuale që po shfaqen dhe po zhduken vazhdimisht në hapësirë mund të ndahen nga horizonti. Njëra bie në vrim, tjetra shpëton. Dhe grimca që shpëton bart energji lart nga vrima, duke e bërë atë të duket sikur vrima po rrezaton. Kjo rrezatim quhet rrezatimi I Hawkingut. Dhe ajo ka një pasojë të çuditshme. Vrimat e zeza po avullojnë, ato po humbasin masë, dhe më në fund, pas një kohë të paimagjinueshme të gjatë, ato do të zhduken plotësisht. Por çfarë ndodh me informacionin që ra në vrim? A zhduket ai me vrimen? Apo disia I kodifikohet në rrezatimin që lëshohet? Për 40 vjet, kjo pyetje ka ndarë fizikanët në dy kampe. Disa thonë se informacioni humbet, se mekanika kuantike duhet të modifikohet. Të tjerë thonë se informacioni ruhet, se relativiteti I përgjithshëm duhet të modifikohet. Dhe të tjerë ende thonë se të dyja teoritë duhet të zëvendësohen nga diçka më e thellë. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshme. Temperatura e një vrime të zezë është anasjelltas proporcionale me masën e saj. Sa më e madhe vrima, aq më e ftohtë ajo është. Një vrim e zezë me masën e diellit do të kishte një temperaturë prej vetëm 6 milion të 1 grade mbi zero absolut. Një vrim e zezë supermasive në qendrën e një galaktike do të ishte edhe më e ftohtë. Kjo do të thotë se vrimat më të mëdha të zeza janë më të ftohta se rrezatimi kozmik I sfondit. Ato nuk po rrezatojnë energji. Ato po e thithin atë. Ato po rriten, jo po të kurren. Vetëm kur universi të jetë zgjeruar aq shumë sa rrezatimi kozmik I sfondit të jetë rënë në temperaturën e vrimës së zezë, vetëm atëherë vrimat do të fillojnë të avullojnë. Dhe kjo nuk do të ndodhë për triliona vjet. Pra për momentin, vrimat e zeza janë të përjetshme. Ato janë monumentet më të qëndrueshme në univers. Më të qëndrueshme se yjet, më të qëndrueshme se galaktikat,
më të qëndrueshme se vetë hapësira. Por edhe ato nuk janë të përjetshme, edhe ato do të zhduken. Dhe kur ato zhduken, çfarë do të mbetet? Kjo na çon në kufirin e tretë të ligjeve tona. Kufiri midis diçkaje dhe asgjëje. Në vitin 1920, Arthur Eddington kreu një nga eksperimentet më të famshme në historinë e shkencës. Gjatë një eklipsi diellor total, ai fotografoi yjet afër diellit dhe tregoi se pozicionet e tyre të dukshme ishin zhvendosur. Drita nga yjet ishte përkullur nga graviteti i diellit, saktësisht siç kishte parashikuar Einstein. Kjo ishte prova e parë eksperimentale e relativitetit të përgjithshëm, dhe ajo tregoi se graviteti nuk është një forcë që vepron në distancë, është një lakore e vetë hapësirës dhe kohës. Por nëse hapësira mund të përkulet, atëherë çfarë është hapësira? A është ajo një substancë, një medium, një strukturë? Përgjigjja është se askush nuk e di. Relativiteti i përgjithshëm përshkruan se si hapësira sillet, por nuk shpjegon se çfarë është ajo. Mekanika kuantike përshkruan se si grimcat sillen në hapësirë, por nuk shpjegon se çfarë është hapësira. Dhe kur përpiqemi të kombinojmë këto dy teori, të krijojmë një teori të gravitetit kuantik, ne hasim në një mur. Ekuacionet japin përgjigje të pafundme. Parashikimet bëhen pa kuptim. Matematika thyet. Kjo është kufiri i fundit i ligjeve tona. Kufiri ku graviteti takon mekanikën kuantike. Në këtë kufi, hapësira vetë bëhet kuantike. Ajo nuk është më një pëllhure qetë që shtrihet përgjithmonë. Ajo është një shkum valëzuese e geometrive që po shfaqen dhe po zhduken vazhdimisht. Një oqean i pafund mundësish, ku çdo pikë po lëkundet midis ekzistencës dhe jo ekzistencës. Në këtë shkallë, e quajtur gjatësia e Plankut, rreth 1.20 trilion metra, konceptet tona të hapësirës dhe kohës pushojnë së funksionuari. Nuk ka më një para dhe pas. Nuk ka më një këtu dhe atje. Ka vetëm një rrjet i ndërlikuar shkakësh dhe pasojash që nuk mund të ndahen në momente të veçanta ose vende të veçanta. Dhe në këtë shkallë, temperatura humbet plotësisht kuptimin. Sepse temperatura është një koncept statistik që kërkon një numër të madh grimkash, por në gjatësinë e Plankut nuk ka grimca. Ka vetëm valëzime të vetë hapësirës. Kjo do të thotë se paradoksi ynë fijestar, paradoksi i diellit dhe hapësirës, nuk është vetëm një pyetje për temperaturën. Është një pyetje për kufirin e aplikueshmërisë së koncepteve tona. Një pyetje për vendin ku ligjet e fizikës pushojnë së funksionuari dhe diçka më e thellë fillon. Por çfarë është kjo diçka më e thellë? Disa fizikanë thonë se është teoria e kordave, një ide që thotë se grimcat fundamentale nuk janë pika, por korda të vogla valëzuese që dridhen në 11 dimensione. Të tjerë thonë se është graviteti kuantik i lakores, një ide që thotë se hapësira është e bërë nga njësi të vogla diskrete, kuanta të hapësirës që nuk mund të ndahen më tej. Të tjerë ende thonë se është diçka që ne as nuk e kemi imagjinuar ende. Një teori që do të kërkojë një revolucion në mënyrën se si ne mendojmë për realitetin, aq radikale sa revolucioni që solli mekanika kuantike në shekullin e 20. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Çdo teori e re që ne propozojmë duhet të shpjegojë jo vetëm atë që ne nuk e dimë, por edhe atë që ne e dimë tashmë. Ajo duhet të reduktojë në relativitetin e përgjithshëm, kur graviteti është i fortë dhe distancat janë të mëdha. Ajo duhet të reduktojë në mekanikën kuantike, kur graviteti është i dobët dhe distancat janë të vogla. Dhe ajo duhet të shpjegojë pse universi është siç është, pse konstantet e fizikës kanë vlerat që kanë, pse ligjet e natyrës janë ato që janë, pse ekziston diçka në vend të asgjëje. Këto janë pyetjet më të thella që shkenca ka bërë ndonjëherë, dhe ne jemi ende shumë larg përgjigjeve. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të bukur. Fakti që ne mund të bëjmë këto pyetje. Fakti që ne mund të kuptojmë se ka gjëra që ne nuk i dimë. Fakti që ne mund të shohim kufirin e njohurive tona është vetë një mrekulli. Sepse ne jemi grumbuj atomesh që mendojnë. Ne jemi struktura të organizuara që dolën nga kaosi. Ne jemi vëzhgues që po përpiqen të kuptojnë universin që i krijoi. Dhe universi, në një kthesë të çuditshme të fatit, ka krijuar ligje që janë saktësisht aq të thjeshta sa ne mund t'i kuptojmë, por saktësisht aq të thella sa ne nuk mund t'i kuptojmë plotësisht. Nëse ligjet do të ishin më të thjeshta, universi do të ishte i parashikueshëm dhe i mërzitshëm. Nuk do të kishte hapësirë për kreativitet, për evolucion, për jetë. Nëse ligjet do të ishin më komplekse, ne nuk do të mund t'i kuptonim kurrë.
Ne do të ishim të humbur në një kaos që nuk mund të përshkruhej, të paaft për të parë modele, për të bërë parashikime, për të ndërtuar teknologji. Por ligjet janë saktësisht në mes. Ato janë mjaft të thjeshta sa ne mund të zbulojmë modele, mjaft komplekse sa ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, mjaft të bukura sa çdo zbulim i ri na habit dhe na frymëzon. Kjo quhet parimi i Goldilocks të ligjeve të fizikës. Dhe ajo është një nga misteret më të thella të universit. Pse ligjet janë saktësisht ato që duhen për të lejuar qenijet inteligjente të ekzistojnë dhe t'i kuptojnë ato? Disa thonë se është rastësi, të tjerë thonë se është dizajn, të tjerë ende thonë se është një pasojë domosdoshme e faktit se ne ekzistojmë. Nëse ligjet do të ishin të ndryshme, ne nuk do të ishim këtu për të bërë pyetjen. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Çdo përgjigje që ne japim ngre një pyetje të re. Çdo kufi që ne kapërcejmë zbulon një kufi të ri. Çdo mister që ne zgjidhim krijon një mister të ri. Kjo është natyra e shkencës. Ajo nuk është një rrugë drejt një destinacioni final. Ajo është një udhëtim i pafund drejt një horizonti që tërhiqet gjithmonë. Dhe paradoksi i diellit dhe hapësirës është një shembull perfekt i kësaj. Ne filluam me një pyetje të thjeshtë. Pse dielli është i nxehtë dhe hapësira është e ftohtë? Dhe ne zbuluam se përgjigja nuk është e thjeshtë fare. Ajo përfshim termodinamikën, mekanikën kuantike, relativitetin, kozmologjinë dhe pyetje për natyrën e vetë realitetit. Ne mësuam se temperatura nuk është një gjë, por një statistik, se nxehtësia nuk udhton përmes hapësirës, por krijohet në destinacion, se hapësira nuk është bosh, por plot me energji, se koha nuk është absolute, por relative, se realiteti nuk ekziston në mënyrë të pavarur nga vëzhgimi, dhe ne mësuam se ka kufi. Kufi ku ligjet tona pushojnë së funksionuari. Kufi ku konceptet tona humbasin kuptimin. Kufi ku ne duhet të pranojmë se ka gjëra që ne nuk i dim. Por këto kufi nuk janë mure. Ato janë horizonte. Ato janë ftesa për të eksploruar më tej, për të menduar më thellë, për të pyetur më guximshëm. Sepse çdo kufi që ne arrim na tregon se sa më shumë ka për të zbuluar. Çdo paradoks që ne hasim na kujton se universi është më i çuditshëm se sa ne mund ta imagjinojmë. Çdo mister që ne përballemi na frymëzon të vazhdojmë kërkimin. Dhe ja çudia finale. Ne nuk jemi thjesht duke kërkuar përgjigje. Ne jemi duke kërkuar pyetje më të mira. Sepse pyetjet e mira janë ato që na çojnë në territore të reja, që na detyrojnë të mendojmë në mënyra të reja, që na transformojnë në procesin e kërkimit të përgjigjeve. Paradoksi i diellit dhe hapësirës është një pyetje e tillë. Ajo t'inglon e thjesht, por ajo na çon në thelësitë e fizikës moderne. Ajo fillon me një vëzhgim të përditshëm, por përfundon me pyetje për natyrën e ekzistencës. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo na tregon se bota e përditshme që ne e marrim si të mirëqen është plot me mrekulli. Se çdo gjë që ne shohim, prekim, ndjejmë, është një dritare në një realitet më të thellë. Se çdo pyetje që ne bëjmë është një hap drejt një kuptimi më të madh. Por tani vjen momenti i së vërtetës, momenti kur ne duhet të pranojmë se ka gjëra që ne nuk i dim, që ne mund të mos i dim kurrë, që mund të jenë përtej kufirit të njohurive njerëzore. Dhe kjo nuk është një dështim, kjo është një triumf, sepse aftësia për të pranuar ignorancën tonë, për të njohur kufit e njohurive tona, për të qëndruar në prag të së panjohurës dhe të mos kthehemi prapa, është ajo që na bën njerëz. Ne nuk jemi të gjithdijshëm, ne nuk jemi të gjithfuqishëm. Ne jemi qenie të vogla në një univers të madh, duke përpjekur të kuptojmë diçka që është shumë më e madhe se ne. Por ne jemi gjithashtu qenie që mund të mësojnë, që mund të zbulojnë, që mund të krijojnë, që mund të imagjinojnë, që mund të pyesin. Dhe kjo është mjaft. Kjo është më shumë se mjaft. Kjo është gjithçka. Sepse në fund, paradoksi i diellit dhe hapësirës nuk është vetëm një pyetje për fizikën. Është një pyetje për ne, për vendin tonë në univers, për kuptimin e ekzistencës sonë, për mrekullitë që na rrethojnë çdo ditë. Dhe përgjigja nuk është një numër apo një ekuacion. Përgjigja është një kuptim se ne jemi pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme,
Diçkaje që është njëkohësisht e thjeshtë dhe e ndërlikuar, e bukur dhe e tmerrshme, e njohur dhe e panjohur. Ne jemi fëmijët e yjeve, ne jemi vëzhguesit e universit, ne jemi pyetësit e pyetjeve që nuk kanë përgjigje. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të shikojmë lart, pse ne vazhdojmë të pyesim, Pse ne vazhdojmë të kërkojmë? Jo sepse ne do të gjejmë të gjitha përgjigjet, por sepse vetë kërkimi na bën njerëz. Por tani, pasi kemi udhëtuar përmes gjithë këtij universi të çuditshëm, pasi kemi parë se si temperatura është vetëm një iluzion statistik, se si hapësira nuk është vërtet bosh, se si koha vetë mund të jetë një konstrukt i perceptimit ton, le të bëjnë diçka që shkenca rrallë guxon ta bëj. Le të ndalemi, le të marrim frymë, dhe le të pyesim, çfarë do të thotë kjo për ne? Sepse ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të thellë. Çdo zbulim që ne kemi bërë, çdo ligj që ne kemi formuluar, çdo ekuacion që ne kemi shkruar, ka lindur në një vend shumë specifik, në një planet të vogël që rrotullohet rreth një illi mesatar në një galaktik të zakonshme, në trurin e qenive që evoluan për të gjuajtur gazelat në savana, jo për të kuptuar mekanikën kuantike. Në një kulturë që ka ekzistuar për vetëm disa mijëra vjet, një copë e vogël kohe në historinë 4,5 miliard vjeçare të tokës, ne jemi krijesa të një momenti të veçantë, të një vendi të veçantë, të një konteksti të veçantë. Dhe megjithatë, ne po përpiqemi të kuptojmë ligje që aplikohen kudo dhe përgjithmonë. Ligje që qeverisen universin para se ne të lindnim. Ligje që do të vazhdojnë të qeverisin universin shumë kohë pasi ne të jemi zhdukur. A nuk është kjo e çuditshme? A nuk është kjo pothuajse e pamundur? Imagjinoni një mikrob që jeton në një pikë uji. Ai nuk e di se ekziston oqeani, ai nuk e di se ekziston toka, ai nuk e di se ekziston dielli që po ngroh ujin. Bota e tij është vetëm pika, dhe ai mendon se ligjet që ai zbulon në pikë aplikohen kudo. Por çfarë nëse ai gabon? Çfarë nëse ka ligje të tjera, shkalla të tjera, realitete të tjera që ai nuk mund t'i imagjinoj kurrë? Ne jemi si ai mikrob. Ne jemi duke zbuluar ligje në një shkallë shumë specifike, në një rajon shumë specifik të universit, në një moment shumë specifik të historisë kozmike. Dhe ne po supozojmë se këto ligje aplikohen kudo. Por çfarë nëse ne gabojmë? Kjo nuk është pesimizëm, kjo është thjesht ndershmëri, sepse historia e shkencës është plot me shembuj të ligjeve që menduam se ishin universale, por që u treguan se ishin vetëm parafrime. Mekanika e Newtonit funksionon në shkallën tonë, por tyhet kur shpejtësitë afrohen me shpejtësinë e dritës. Termodinamika klasike funksionon për sisteme të mëdha, por tyhet në shkallën kuantike. Edhe relativiteti i përgjithshëm, teoria më e suksesshme që ne kemi për gravitetin, tyhet në singularitetet e vrimave të zeza. Çdo teori ka një kufi, çdo ligj ka një shkallë ku ai pushon së funksionuari. Dhe ne jemi gjithmonë duke zbuluar se kufiri është më afër se sa ne menduam. Por ja çudia që e bën gjithë këtë edhe më të bukur. Edhe nëse ligjet tona janë vetëm parafrime, edhe nëse ne jemi duke parë vetëm një copë të vogël të realitetit, edhe nëse ka dimensione dhe shkalla dhe fenomene që ne nuk mund t'i perceptojmë kurrë, ne ende mund të mësojmë diçka të vërtetë, diçka të thellë, diçka që na ndryshon, sepse shkenca nuk është vetëm për zbulimin e fakteve. Ajo është për transformimin e mënyrës se si ne shohim botën. Dhe paradoksi i diellit dhe hapësirës na ka transformuar tashmë. Para se të fillonim këtë udhtim, ne menduam se temperatura ishte një gjë e thjeshtë, një numër në termometër, një ndjenjë në lëkurë. Por tani ne e dim se ajo është një statistikë e lëvizjes së triliona grimcave të padukshme. Një mesatare që ka kuptim vetëm kur ka mjaftueshëm grimca për të krijuar një shpërndarje, një koncept që humbet kuptimin në vakumin e hapësirës. Para se të fillonim këtë udhtim, ne menduam se ngjehtësia udhton përmes hapësirës si një lëng i padukshëm, por tani ne e dim se ajo nuk udhton fare. Ajo zhderrohet në rrezatim, në valë elektromagnetike që ka përcejnë vakumin me shpejtësinë e dritës dhe pastaj krijohet përsëri kur ato valë godasin diçka solide. Para se të fillonim këtë udhtim, ne menduam se hapësira ishte bosh, por tani ne e dim se ajo është plot me energji, me grimca virtuale që shfaqen dhe zhduken,
me valzime kuantike që nuk pushojnë kurrë. Me një strukturë që mund të jetë e bërë nga kuanta të vogla hapësire që ne as nuk mund të imagjinojmë. Çdo përgjigje ka hapur një pyetje të re. Çdo zbulim ka zbuluar një mister më të thellë. Çdo hap përpara na ka treguar se sa më shumë ka për të zbuluar, dhe ja çudia që e lidh gjithë këtë me jetën tonë të përditshme. Çdo herë që ju ndjeni nxehtësinë e diellit në fytyrën tuaj, ju po përjetoni një mrekulli që ka udhëtuar 8 minuta përmes vakumit kozmik. Çdo herë që ju shikoni yjet në natë, ju po shikoni dritë që ka udhëtuar për vite, për dekada, për shekuj, për mijëra vjet. Çdo herë që ju merrni frym, ju po thithni atome që dikur ishin pjesë e një illi që shpërtheu para se dielli të lindë. Ju nuk jeni të ndarë nga universi, ju jeni një pjesë e tij. Çdo atom në trupin tuaj u krijua në bërthamën e një illi. Çdo molekul në qelizat tuaja ka një histori që shtrihet miliarda vjet prapa në kohë. Çdo mendim që ju keni është një model i aktivitetit elektrik në një rrjet neuronesh që evoluoi për miliona vjet. Ju jetë një mënyrë që universi ka për të vëzguar veten. Një strukturë e organizuar që doli nga kaosi, një ishull i kompleksitetit në një oqean entropie. Një moment i shkurtër i ndërgjegjësimit në një histori kozmike që do të zgjas triliona vjet. Por ja paradoksi që e bën gjithë këtë edhe më të çuditshëm. Edhe pse ju jeni të vogël, edhe pse ju jeni të përkohshëm, edhe pse ju jeni vetëm një grumbull atomesh që do të shpërndahen një ditë, ju ende mund të kuptoni universin. Ju ende mund të zbuloni ligje që qeverisin galaktikat. Ju ende mund të bëni pyetje që prekin natyrën e vetë realitetit. Kjo është aftësia më e çuditshme që jeta ka zhvilluar ndonjëherë. Aftësia për të kuptuar. Jo vetëm për të mbijetuar, por për të kuptuar. Jo vetëm për të reaguar ndaj mjedisit, por për të modeluar atë. Jo vetëm për të jetuar në univers, por për të zbuluar se si ai funksionon. Dhe kjo aftësi ka një çmim. Sepse sa më shumë ne kuptojmë, aq më shumë ne realizojmë se sa pak ne e dim. Sa më thellë ne shikojmë, aq më shumë mistera ne zbulojmë. Sa më shumë pyetje ne përgjigjemi, aq më shumë pyetje lindin. Kjo është bekimi dhe mallkimi i ndërgjegjësimit. Ne mund të shohim përtej horizontit të menjëhershëm, por çdo horizont që ne kapërcejmë zbulon një horizont të ri. Dhe ne nuk mund të ndalojmë së kërkuari, sepse kërkimi është ajo që na bën njerëz. Por tani le të kthehemi në pyetjen që filloi gjithçka. Pyetjen që tingëllonte kaq e thjeshtë, por që na çoi në thellësitë e fizikës moderne. Nëse dielli është 15 milion grad, pse hapësira është -270 grad? Tani ne e dim përgjigjen, ose më saktë, ne e dim se pyetja vetë është e gabuar. Sepse dielli nuk është duke ngrohur hapësirën, ai është duke e kapërcyer atë. Dhe hapësira nuk është e ftohtë në mënyrën që ne e kuptojmë ftohtësinë. Ajo thjesht nuk ka temperaturë në kuptimin klasik. Por ja çudia që e bën këtë përgjigje edhe më të thellë. Fakti që pyetja ishte e gabuar nuk e bën atë të pavlefshme. Përkundrazi, ajo ishte pikërisht lloji i pyetjes që na duhej për të filluar këtë udhtim. Sepse pyetjet e mira nuk janë ato që kanë përgjigje të thjeshta. Pyetjet e mira janë ato që na detyrojnë të mendojmë në mënyra të reja, që na çojnë në territore të panjohura, që na transformojnë në procesin e kërkimit të përgjigjeve. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca nuk është vetëm një grumbull faktesh. Ajo është një mënyrë të menduarit, një proces i pyetjes, vëzhgjimit, testimit, rishikimit. Një cikël i pafund zbulimi që nuk ka një destinacion final, por që na çon gjithmonë më thellë në kuptimin e realitetit. Por tani vjen pyetja që e bën gjithë këtë edhe më personale. Çfarë do të bëni ju me këtë njohuri? Si do ta ndryshojë kjo mënyrën se si ju shikoni botën? Si do ta ndikojë kjo mënyrën se si ju jetoni jetën tuaj? Sepse ja sekreti që shkenca rrallë thot me zë të lartë. Njohurit nuk janë vetëm për të ditur, ato janë për të transformuar. Çdo gjë që ju mësoni ndryshon ju. Çdo zbulim që ju bën një person të ndryshëm. Çdo pyetje që ju bëni, hap një derë në mendjen tuaj që nuk mund të mbyllet më. Dhe tani, pasi keni udhëtuar përmes këtij universi të çuditshëm, pasi keni parë se si temperatura është një iluzion,
se si hapësira nuk është bosh. Se si koha nuk është absolute. Ju nuk mund të shikoni më diellin në të njëjtën mënyrë. Ju nuk mund të shikoni më yjet në të njëjtën mënyrë. Ju nuk mund të shikoni më veten tuaj në të njëjtën mënyrë. Sepse tani ju e dini se çdo rrezatim që godet lëkurën tuaj ka udhëtuar përmes një vakumi që është pothuajse zero absolut. Ju e dini se çdo foton që hin në syrin tuaj ka një histori që shtrihet prapa në kohë. Ju e dini se çdo atom në trupin tuaj është një relikt i një illi të vdekur. Dhe kjo njohuri nuk ju bën më të vogël, ajo ju bën më të mdhenj, sepse ju nuk jeni më thjesht një individi izoluar që jeton në një planet të vogël. Ju jeni një pjesë e një historie kozmike që shtrihet miliarda vjet. Ju jeni një nyje në një rrjet shkakësh dhe pasojash që lidh gjithçka që ekziston. Ju jete një mënyrë që universi ka për të njohur veten. Por ja paradoksi final që mbyll rrethën. Edhe pse ne kemi mësuar kaq shumë, edhe pse ne kemi zbuluar ligje që qeverisin yjet dhe galaktikat, Edhe pse ne kemi ndërtuar teknologji që na lejon të shohim skajin e universit të dukshëm, ne ende nuk e dim se çfarë është temperatura në të vërtetë. Ne ende nuk e dim se çfarë është hapësira në të vërtetë. Ne ende nuk e dim se çfarë është koha në të vërtetë. Ne kemi përshkrime, ne kemi ekuacione, ne kemi modele. Por a kemi ne kuptim? A e dim ne vërtet se çfarë po ndodh, apo jemi ne thjesht duke lëvizur simbole në letër, duke bërë parashikime që funksionojnë, por që nuk shpjegojnë asgjë? Kjo është pyetja që fizikanët e mëdhenj kanë mundur me të gjatë karrierat e tyre. Pyetja që Richard Feynman e shprehu kaq bukur kur tha se askush nuk e kupton vërtet mekanikën kuantike. Ne mund ta përdorim. Ne mund të bëjmë parashikime me të, por a e kuptojmë ne atë? A e dim ne se çfarë po ndodh vërtet kur një val funksion kolapson? A e dim ne se çfarë po ndodh vërtet kur një grimc është në superpozicion? Përgjigjja e ndershme është jo. Ne nuk e dim. Ne kemi interpretacione, ne kemi teori, ne kemi debate që kanë zgjatur për dekada, por ne nuk kemi një përgjigje të qartë, të pamohueshme, të pranueshme nga të gjithë. Dhe ja çudia që e bën këtë edhe më të thellë. Kjo mungesë të kuptimi nuk është një dështim i shkencës, ajo është një veçori e saj. Sepse shkenca nuk pretendon të di gjithçka, ajo pretendon vetëm të bëjë pyetje të mira dhe të kërkojë përgjigje të testueshme. Dhe ndonjëherë, përgjigja më e mirë që ne mund t'i japim është: ne nuk e dim ende. Kjo ndershmëri, kjo gatishmëri për të pranuar ignorancën, kjo aftësi për të thënë ne nuk e dim, është ajo që e bën shkencën kaq të fuqishme. Sepse vetëm kur ju pranoni se ju nuk e dini, ju mund të filloni të mësoni. Vetëm kur ju pranoni se ju mund të gaboni, ju mund të filloni të kërkoni të vërtetën. Vetëm kur ju pranoni se ka gjëra për te i kuptimit tuaj, ju mund të filloni të zgjeroni horizontin tuaj. Dhe kjo është arsyeja pse paradoksi i diellit dhe hapësirës nuk është vetëm një kuriozitet shkencor. Është një mësim për jetën. Një kujtesë se bota është më e ndërlikuar se sa ne mendojmë. Se përgjigjet e thjeshta janë rrallë të sakta. Se çdo gjë që duket e qartë në sipërfaqe, fsheh një thellësi që ne sapo po fillojmë të eksplorojmë më. Por tani le të bëjmë diçka që rrallë bëhet në fund të një dokumentari shkencor. Le të pranojmë se ka pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi. Jo sepse ne nuk jemi mjaft të zgjuar, por sepse pyetjet mund të jenë përtej kufirit të njohurive njerëzore. A do të zbulojmë ne ndonjëherë një teori të gjithçkaje? Një ekuacion i vetëm që përshkruan të gjitha forcat, të gjitha grimcat, të gjitha fenomenet në univers? Shumë fizikan kanë ndëruar për këtë. Disa kanë kalluar gjithë jetën e tyre duke kërkuar për të. Por çfarë nëse ajo nuk ekziston? Çfarë nëse universi është thelbësisht i pashpjegueshëm? Çfarë nëse ka gjithmonë një nivel më të thellë, një shkallë më të vogël, një kompleksitet më të madh? A do të kuptojmë ne ndonjëherë se çfarë ndodhi para Big Bangut? A do të zbulojmë ne ndonjëherë se çfarë është përtej horizontit kozmik? A do të dimë ne ndonjëherë nëse ekzistojnë universi të tjera, dimensione të tjera, realitete të tjera? Përgjigjja e ndershme është: ndoshta jo. Ndoshta ka kufi që ne nuk mund t'i kapërcejmë. Ndoshta ka pyetje që nuk kanë përgjigje. Ndoshta ka mistera që do të mbeten mistera për gjithmonë. Por ja çudia që e bën këtë edhe më të bukur. Fakti që ne nuk mund të dimë gjithçka nuk e bën kërkimin ton të kotë. Përkundrazi, ajo e bën atë edhe më të rëndësishëm.
Sepse nëse ne do të dinin gjithçka, nëse nuk do të kishte më asgjë për të zbuluar, nëse çdo pyetje do të kishte një përgjigje, atëherë çfarë do të ishte pika? Çfarë do të na motivonte të vazhdojmë? Çfarë do të na bënte të gjallë? Është misteri që na mban të zgjuar natën. Është pyetja e papërgjigjur që na shtym përpara. Është horizonti që tërhiqet gjithmonë, që na jep një arsye për të vazhduar ecjen. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk duhet të kemi frikë nga e panjohura. Ne nuk duhet të jemi të zhgënjyer nga kufijtë e njohurive tona. Ne nuk duhet të jemi të dëshpëruar nga kompleksiteti i universit, sepse çdo mister është një mundësi. Çdo pyetje e papërgjigjur është një ftesë. Çdo kufi është një horizont që pret të eksplorohet. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në prag të së panjohurës, ndërsa shikojmë përtej horizontit të njohurive tona, ndërsa përbalemi me misteret që ne nuk mund t'i zgjidhim, le të kujtojmë se nga filluam. Filluam me një pyetje të thjeshtë. Pse dielli është i nxehtë dhe hapësira është e ftohtë? Dhe ne zbuluam se përgjigja nuk ishte e thjeshtë fare. Ajo na çoi përmes termodinamikës, mekanikës kuantike, relativitetit, kozmologjisë. Ajo na detyroi të rishikojmë konceptet tona më themelore për temperaturën, energjinë, hapësirën, kohën. Ajo na tregoi se bota nuk është siç duket. Por tani, pasi kemi udhëtuar përmes gjithë këtij universi të çuditshëm, pasi kemi parë se sa e thellë dhe ndërlikuar është realiteti, le të kthehemi në atë moment fiestar. Atë moment kur ju ngrini kokën dhe shikoni diellin, kur ju ndjeni nxehtësinë e tij në fytyrën tuaj, kur ju habiteni se si diçka kaq e largët mund të ju prek kaq thellë. Tani ju e dini se ajo nxehtësi ka udhëtuar 8 minuta përmes një vakumi që është pothuajse zero absolut. Ju e dini se ajo nuk është nxehtësi fare derisa godet lëkurën tuaj. Ju e dini se ajo është rrezatim, valë elektromagnetike që bart energji përmes hapësirës bosh. Por a e bën kjo përvojën më pak magjike? A e bën kjo mrekullit më pak të mrekullueshme? A e bën kjo universin më pak të bukur? Jo, ajo e bën atë më të bukur. Sepse tani, ju e dini se çdo rrezatim që godet fytyrën tuaj është një mesazh nga një zjarr që digjet në 150 milion kilometra larg. Çdo foton që hyn në syrin tuaj ka një histori që fillon në bërthamën e diellit, ku ai u krijua përmes fuzionit bërthamor 100.000 vjet më parë, ku ai u kthie dhe u thith miliona herë para se të arrinte në sipërfaqe, ku ai u lirua në hapësirë dhe udhtoi 8 minuta deri te ju. Çdo moment i nxehtësisë që ju ndjeni është fundi i një udhtimi që ka zgjatur 100.000 vjet e 8 minuta. Çdo rrezatim që ju thithni është një dëshmi e një procesi që ka qenë duke ndodhur për 4,5 miliard vjet. Çdo foton që ju perceptoni është një lidhje midis jush dhe një ill që do të vazhdojë të digjet për 5 miliard vjet të tjerë. Ju nuk jete thjesht duke parë dielin. Ju jete duke përjetuar një fenomen që lidh të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Që lidh mikrokozmin dhe makrokozmin, që lidh ju me gjithçka tjetër që ekziston. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca nuk e vret mrekullit. Ajo i thellëson ato. Ajo na tregon se bota është edhe më e çuditshme, edhe më e bukur, edhe më e mahnitshme se sa ne mund ta imagjinojmë. Por ja pyetja finale që mbetet. Çfarë do të bëni ju me këtë njohuri? Si do ta ndryshojë kjo mënyrën se si ju jetoni? Si do ta ndikojë kjo mënyrën se si ju shikoni botën? Sepse në fund, njohuritë nuk janë vetëm për të ditur. Ato janë për të jetuar. Çdo gjë që ju mësoni duhet të ju transformojë. Çdo zbulim që ju bëni duhet të ju bëjë një person më të mirë. Çdo pyetje që ju bëni duhet të ju çojë më afër kuptimit të vërtetë. Dhe kuptimi i vërtetë nuk është vetëm për faktet. Ai është për lidhjet, për marrëdhëniet, për vendin tonë në universin e madh, për mënyrën se si ne lidhemi me gjithçka tjetër që ekziston. Ju jete një grumbull atomesh që mendojnë, një strukturë e organizuar që doli nga kaosi. Një ishull i kompleksitetit në një oqean entropie. Një moment i shkurtër i ndërgjegjësimit në një histori kozmike që do të zgjas triliona vjet. Por ju jete gjithashtu diçka më shumë. Ju jete një mënyrë që universi ka për të vëzguar veten,
Një pikë ku materia u bë aq komplekse sa filloi të pyes për origjinën e saj. Një fenomen ku ligjet e fizikës krijuan një strukturë që mund t'i kuptojë ato ligje. Kjo është mrekullia e vërtet. Jo se universi ekziston, por se ai ka krijuar qenie që mund ta kuptojnë atë. Jo se ka ligje të fizikës, por se ka struktura që mund t'i zbulojnë ato ligje. Jo se ka mistera, por se ka mendime që mund t'i eksplorojnë ato mistera. Dhe ju jete një nga ato mendime. Ju jete një nga ato struktura. Ju jete një nga ato qenie. Pra çfarë do të bëni me këtë dhuratë të jashtëzakonshme? Si do ta përdorni këtë aftësi për të kuptuar? Si do ta jetoni këtë jetë të shkurtër në një univers kaq të madh? Ndoshta do të vazhdoni të bëni pyetje. Ndoshta do të vazhdoni të kërkoni përgjigje. Ndoshta do të vazhdoni të habiteni nga mrekullitë që ju rrethojnë çdo ditë. Ose ndoshta do të bëni diçka edhe më të rëndësishme. Ndoshta do të ndaleni, do të merrni frymë, do të shikoni lart në qiell dhe do të realizoni se ju jete tashmë pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme, diçkaje që është njëkohësisht e thjeshtë dhe ndërlikuar, e bukur dhe e tmerrshme, E njohur dhe e panjohur. Ju nuk keni nevojë të kuptoni gjithçka për të qenë pjesë e saj. Ju nuk keni nevojë të zgjidhni të gjitha misteret për të përjetuar mrekullitë. Ju nuk keni nevojë të dini të gjitha përgjigjet për të bërë pyetjet e duhura. Sepse në fund, paradoksi i diellit dhe hapësirës nuk është vetëm një pyetje për fizikën. Është një pyetje për ne, për vendin tonë në univers, për kuptimin e ekzistencës sonë, për mrekullitë që na rrethojnë çdo ditë. Dhe përgjigja nuk është një numër apo një ekuacion. Përgjigja është një përvojë e habitjes, një përvojë e lidhjes, një përvojë e qenies së gjallë në një univers që është shumë më i madh dhe më i çuditshëm se sa ne mund ta imagjinojmë kurrë. Pra herën tjetër kur ju ngrini kokën dhe shikoni diellin, kujtoni. Ajo nxehtësi që ju ndjeni ka udhëtuar 100.000 vjet e 8 minuta për t'ju arritur. Ajo dritë që ju shihni u krijua në një zjarr që digjet në 15 milion gradë. Ajo energji që ju thithni është një dhuratë nga një il që do të vazhdojë të japë jetë për miliarda vjet të tjerë. Dhe ju, një grumbull atomesh që mendojnë, jete duke përjetuar një mrekulli që lidh të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Që lidh mikrokozmin dhe makrokozmin, që lidh ju me gjithçka tjetër që ekziston. Kjo është përgjigja e vërtetë e paradoksit. Jo një ekuacion, por një kuptim. Jo një fakt, por një përvojë. Jo një përfundim, por një fillim. Sepse çdo përgjigje që ne gjejmë hap një pyetje të re. Çdo mister që ne zgjidhim zbulon një mister më të thellë. Çdo horizont që ne kapërcejmë na tregon se ka një horizont tjetër që pret. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Kjo është bukuria e jetës. Kjo është bukuria e qenies së gjallë në një univers që nuk pushon kurrë habituri. Pra vazhdoni të pyesni, vazhdoni të kërkoni, vazhdoni të habiteni, sepse ju jete